Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm, 26 shkurti. Dashi, 26 shkurti, sjell një ndjenjë energjie dhe vendosmërie që mund t'ju ndihmoj të përballoni sfidat e reja. Në punë, mund të lini një projekt që kërkon iniciativa dhe kreativitet dhe ideja juaj mund të tërheqë vëmendjen e bashkëpunëtorëve ose e prorëve. Financat kërkojnë maturi, shmangni shpenzimet impulsive që mund të sillin pasiguri me vonë. Në dashuri, partneri do vlerësoj energjinë dhe përkushtimin tuaj. Beqarët mund të takojnë dikë që do ngjall kurreshtje dhe simpati me njëherë. Demi, kjo ditë ofron stabilitet dhe mundësi për të vendosur gjërat në vendin e duhur. Në punë do ndiheni me të fokusuar dhe të organizuar duke përfunduar detyrat që kanë mbetur pezull. Një projekt i ri i nisur më herët mund të tregojë rezultate pozitive. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm dhe planifikim afatgjatë, sidomos për të shmangur stresin financiar. Në dashuri, partneri do vlerësoj përkushtimin dhe kujdesin tuaj. Binjakët, 26 shkurti, sjell lëvizje dhe nevojën për komunikim të hapur. Në punë, mund të lind një mundësi që kërkon fleksibilitet dhe mendim kreativ. Do keni ide interesante që mund të tërheqin vëmendjen e kolegeve ose partnerëve të biznesit. Financat kërkojnë pak më shumë organizim, sidomos kur bëhet fjalë për projekte që kanë kosto të papritur. Në dashuri, dita favorizon dialogun dhe zgjedhjen e keqkuptimeve të vogla. Gaforja, sot do ndiheni të lidhur me ndjenjat dhe intuitën tuaj. Në punë, mund të lindë një situatë që kërkon durim dhe qasje të kujdesshme. Nuk është dita për vendime impulsive, mendim racional dhe vëmendje ndaj detajeve do ju ndihmojë të arrini rezultate. Financat kërkojnë organizim, veçanërisht për të shmangur gabimet e vogla që mund të shfaqen. Në dashuri, partneri do ndjej qëndrueshmëri dhe kujdesin tuaj. Luani, 26 shkurti, sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativë. Në punë mund të keni mundësi të shfaqni aftësitë tuaja udhëheqëse dhe të ndikoni në vendime të rëndësishme. Një projekt i ri mund të nisë me sukses, por kërkon fokus dhe disiplinë. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Në dashuri, pasioni është i pranishëm dhe partneri do vlerësoj energjinë dhe kreativitetin tuaj. Virgjëresha, kjo ditë kërkon përqendrim dhe organizim të lartë. Në punë do ndiheni të aftë të përfundoni detyrat e vështira dhe të tregoni profesionalizëm. Një ide e re mund të japë rezultate pozitive, veçanërisht në projektet që kërkojnë detaje të sakta. Financat kërkojnë planifikim dhe maturi për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Peshorja, 26 shkurti, sjell nevojën për ekuilibër dhe harmonizim në marrëdhënie. Në punë mund të lindë një situatë që kërkon diplomaci dhe aftësi për të ndërmjetësuar mes kolegeve ose partnerëve. Komunikimi i qartë dhe sinqeriteti do jenë çelësi për sukses. Financat janë të qëndrueshme, po shmangni shpenzimet e tepërta për luks ose dëshira të momentit. Në dashuri, partneri do vlerësoj përkushtimin tuaj. Akrepi, sot do ndiheni me intuitiv dhe të vendosur se zakonisht. Në punë mund të përballeni me një situatë sfiduese që kërkon strategji dhe maturi. Mos veproni me nxitim, analizoni të gjitha opsionet e para se të merrni vendime të rëndësishme. Financat kërkojnë kujdes, sidomos nëse mendoni për investime ose shpenzime të mëdha. Shigjetari, 26 shkurti, ju sjell dëshirë për lëvizje, aventura dhe zgjerim horizontesh. Në punë mund të lindë një mundësi që kërkon iniciativa dhe guxim. Një projekt i ri ose një udhëtim i vogël mund të sjellë frymëzim dhe ide të reja. Financat përmirësohen gradualisht,
por shmangni shpenzimet e nxituara. Në dashuri kërkoni spontanitet dhe momente të këndshme me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë gjatë aktivitetit social. Britsjapi, kjo ditë kërkon disiplinë, përqendrim dhe përgjegjësi. Në punë mund të merrni detyra të rëndësishme që kërkojnë organizim dhe seriozitet. Përkushtimi juaj mund të vlerësohet nga eprorët dhe të hap mundësi për avancim. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm dhe kursim veçanërisht në planifikimet afatgjata. Në dashuri tregohuni të hapur. Ujori, 26 shkurti, sjell energji kreative dhe ide të reja. Në punë do dallohuni për mendimin origjinal dhe zgjidhjet që mund të jenë të pazakonta, por efektive. Mund të lini një projekt ose bashkëpunimi i mirë që do sjell rezultate pozitive. Financat mund të përmirësohen përmes një mundësie të papritur, por shmangni vendimet impulsive. Peshqit, sot ndiheni në lidhje të fortë me intuitën dhe botën emocionale. Në punë, kreativiteti dhe ndjeshmëria juaj do ndihmojnë të gjeni zgjidhje në situata të ndërlikuara. Mund të merrni vlerësim për qasjen tuaj bashkëpunuese dhe të kujdesshme. Financat kërkojnë planifikim dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Në dashuri kërkoni thellësi dhe përkushtim të sinqert. Nëse jeni në një lidhje, shprehni ndjenjat dhe dëshirat tuaj pa frikë. Beqarët mund të përjetojnë një takim romantik që zgjon emocione të bukura dhe shpresë për të ardhmen. Kujdesuni për pushimin dhe balancën shpirtërore. Bremja sjell reflektim dhe mundësi për të planifikuar hapat e ardhshëm me qartësi dhe energji pozitive. Dhe si përfundim, 26 shkurti është një ditë që kombinon energji, intuit dhe mundësi për zhvillim personal e profesional. Ajo nxit ndërgjegjësimin dhe vendosmërinë në veprime, duke ju bërë të fokusohuni mbi prioritetet dhe objektivat tuaja. Marrëdhëniet personale kërkojnë komunikim të hapur, besim dhe mirëkuptim, ndërsa në punë përkushtimi, kreativiteti dhe strategjia do vlerësohen dhe mund të sjellin rezultate të prekshme. Financat kërkojnë kujdes dhe maturi, veçanërisht për shpenzimet impulsive. Është një ditë ideale për reflektim mbi qëllimet afatgjata dhe për të riorganizuar planet tuaja duke përdorur intuitën për të marrë vendime të zgjuara. Faleminderit që na dëgjuat. Për më shumë video, një like dhe subscribe dhe na tregoni se cila shenjë e horoskopit jeni ju.